Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Antarësimi i Kosovës në NATO, dorëzimi i Mila Radojčićit dhe nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit janë çështjet kryesore të trajtuara në Londër në bisedimet ndërmjet kryeministrit të Republikës Kosovës Albin Kurti me sekretaren për punë të jashtme të Mbretërisë së Bashkuar Jevit Koper. Antarësimi i Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian mbetet thelbësor për sigurinë, stabilitetin dhe përparimin afatgjat, deklaroi Albin Kurti. Ai informoi palën britanike për kërcënimet e vazhdueshme nga Serbia të mbështetura nga Rusia. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Glauko Njusa ka paraqitur ligjin për të huajt në fjalën e tij në fund të seancës për punën e Omnikut në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Synimi është të përmirësojë shërbimet publike për qytetarët në Kosovë. Serbët që punojnë në institucione shëndetësore arsimore që nuk menaxhohen nga institucionet e Kosovës e që zotrojnë dokumente nga strukturat serbe, detyrohen të aplikojnë brenda 12 muajsh për të marrë lejen e qëndrimit. Shefi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Stavros Lambrinidis, i bëri thirrje Serbisë të përgjigjet kërkesave të Kosovës për bashkëpunim gjyqësor dhe të kthejë gjyqtarët dhe policët, duke shprehur shqetësimin se Serbia ende nuk ka sjellë para drejtësisë përgjegjësit për sulmet në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian përgëzon palët për progresin e arritur për çështjen e personave të pagjetur. Në të ardhmen pret që Kosova dhe Serbia të marrin pjesë në takimin e nivelit të lartë të udhëhequr nga përfaqësuesja e lartë Kaja Kallas, tha Lambrinidis. Prezantuese e Danimarkës të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kristin Markus Lassen, gjatë mbledhjes për punën e Omnikut kërkoi që Serbia të përmbahet nga pengimi i Kosovës për të përfshirë në organizatën ndërkombëtare. Ajo theksoi se marrëveshjet duhet të zbatohen në mirëbesim dhe kërkoi hapa konkret nga Serbia për të siguruar llogaridhënie, duke i dërguar përpara drejtësisë përgjegjësit për sulmin në Banjsk. Kjo është një çështje që vazhdon të ndikojë negativisht, tha përfaqësuesja e Danimarkës në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Hyri sot në funksion të plot sistemi evropian i hyrje-daljes. Qytetarët e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut që udhëtojnë drejt 27 vendeve të hapësirës Schengen duhet të jenë të përgatitur për ndryshimet në procedurat kufitare. Ky sistem zëvendëson vulosjen manualet pasaportave me regjistrimin elektronik të hyrje-daljeve, duke përfshirë të dhënat e pasaportës, fotografitë e fytyrës dhe gjurmët e gishtrimve për çdo udhëtar që kalon nga vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian. Refuzimi për të dhënë të dhënat biometrike do të sjellë automatikisht refuzimin e hyrjes në territorin e këtyre vendeve. Pasaporta duhet të jetë e vlefshme dhe në gjendje të mirë dhe se nuk kërkohet asnjë aplikim paraprak, pasi regjistrimi kryhet në momentin e kalimit kufitar. Në bazën fillestare të zbatimit mund të ketë vonesa në aeroporte, porte dhe pika kufitare toksore ndaj qytetarët këshillohen të paraqiten më herët për udhëtim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.